Rreshtet e dendura të shiut dhe stuit e ditëve të fundit kanë shkaktuar shëmbje në një pjesë të rrugës në zonën e quajtur Uraj Shtrejt Prekal, pjesë e segmentit Uraj Mecit Prekal, një aks i rëndësishëm që lidh njësitë administrative të Dukagjinit me qytetin e Shkodrës. Si pasojë e shembjes, rruga ka mbetur plotësisht e bllokuar, duke pamundsuar qarkullimin e mjeteve. Banorët e zonës janë të detyruar të lëvizin në këmbë për të kaluar, ndërsa situata paraqet vështirësi të mëdha, veçanërisht për të moshuarit dhe fëmijët. Vjeç a ul prej gjanit nuj deri në Brast edhe si ka ra nërmen kuja ka ru. Unë kam një burr tash 5 muaj në krevat me hekura edhe s'ka arkush me i baj gjylpan, as me vizitue, as kur që ka thonë, mu më duhet me qu prapë në Tiranë, edhe si bjen nërmen kuj sa është në kasollë, sa as të shpia as më në kam ullë. Në kasollë të lobe kam, se s'kom mujt me ullë as të shpia. Kështu, si tonë kushon, për hir të fëmijëve të pakten, për hir të fëmijëve, se le unë e kom hangër ato, por për hir të djalit si ka hi nuj deri në Brast, nuj akut, me marë mu e vaj halën. U se di si dal asir, mu më duhet me lonë qantat ato ushimin e fëmijëve, ilaqat e burit tash se s'mu një qoj unë atje. As spital, as rrugë, as infermiera, as mësuesa, as kurisan. U i kom 3 fëmijë dhe i kom pa shkollë 3. Shto kanë këta? Askush mo. Këta, qeveria menon veç për ata si ecin për asfalt. Na si ecin me në mal, s'ka hiç problem se jetojmë na në këtë jetë e zezë. A prish rruga këtu tash, e lonë edhe 6 ditë, as ka fadromo. Ne shjesim me të rrugap në me i lupat. E lanë edhe atje kur gjuaj burri, atje gjyna, fatkesi e ti, e lanë 6 ditë desi, duelen njerëzit e hapen vetë me kra. Nuk jetohet gjithu. Unë ollëna në aksin Uraj Shtrejt Prekal, që rruga shemë që duket do më thonë është e pa kalueshme. Kjo rrugë ka blokue krejt njësinë administrative pullt dhe një pjesë të njësisë administrative po strib, njësinë administrative shosh dhe pjesën e madhe të njësisë administrative shalë. Pra një pjesë që shkohet në theth, që edhe ajo mund të ketë problemet e veda në bogë, blokimet e mos nërhymjet e shërbimit. Pra naj, jo në shtetin që kena na, anormal, për të mos kalu limitet e etikën e komunikimit, është e pa falshme që gjithë veriu, për shkaqet të në goditjeve natyrore që janë normale, akull, borë dhe shina për mëdje, që do më thonë gjithë veriu është i blokuar. Të nërtohet kjo për 2-3 ditë, pavarësisht kohës, por disi duhet bëhet një zgjidhje, sa për të kaluar qarkullu njerëzit, po të shkojsh në rrugën e karmave të Kirit, me ato punimet e trumbetume, që është do më thonë ma shkatrume se para 30 vjeç. Përveç kësaj, ka edhe një shemje, si mas informacioneve që mund të merren edhe lajme me video, me ashu, në kështaja thash që është si për Kirit që shkon në shosh, pranaj nëse këtu ekziston pak të nemni shtet duhet të shërben dhe të nërhyn urgjentisht, ose të në thonë se ju nuk jeni banorët këti venit e se një shqiptarë. Shton Dukagjinit e neve, shton Dukagjinit i prish pun, ka të rruga, makina që ku janë, as një s'kalojnë anen, as kënenan, së prish rruga atena. Si të bojnë për emergjenca mjekësore? Me bojnë, me qitë në shpinë vesh, që me qitë, me helikopter, në prushë e kalojmë tanë. Që këna më uva. Që e ka thënë, ku në dërhyjet këtë rrugë? Atëra ku nërhyjet nuk dihet gjë. Banorët kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme nga institucionet përgjegjëse pasi zona vuan prej kohësh nga mungesa e shërbimeve bazë dhe janë të detyruar të udhtojnë drejt Shkodrës për shërbime minimale, përfshirë ato shëndetësore dhe administrative. Nga ana tjetër, Bashkia Shkodër ka reaguar duke bërë me dije se pas evidentimit paraprak të dëmeve, strukturat e emergjencave civile do të angazhohen për ndërhyrjen dhe riparimin e këtij segmenti rrugor me qëllim rikthimin sa më të shpejtë të qarkullimit dhe normalitetit për banorët e zonës.